Ka momente kur ti e harron tekstin, unë nuk jam shumë një njeri që muj me thonë diçka tjetër për ato adhe s'di me knu talava. Kështu që po duhet më nëzirë dyqysh, me na, dyqysh po. Kështu që ka momente kur më ka shkuj fustani, ka loj momente që jom një siklet aty për aty. I merë me sportivitet, apo? Unë shumë me sportivitet i marë. Sepse edhe nëse i merë nga zemrës tës nuk mundet mu bo diçka tjetër, kështu që unë gjithmonë veç keshi, s'kam qka me... Po. A të ka ndodhë me ngatru dasmorët, emrat të ndoshta në do një moment? Ajo ndodhë shumë herë, edhe së është interesant. Jo, ajo ndodhë shumë herë, po edhe unë jam shumë mirë njose që edhe dasmorët janë mirë kuptushem dhe nuk edhe ata janë nisin keshin edhe vazhdoj me kaluar. Është ajo çfarë s'kemi çfarë me bun ato momente. Janë të lezetshme, normalisht. Janë shumë të lezetshme, janë shumë interesante, sepse unë ka njëherë vera kur vjen dhe thëmë, o zot, të kisha me pushu veç një dit, po nëse më vjen veç një dit me pushu, mu më merë malli për me shku prap, edhe pse është lodhja shumë e madhe, po prap është edhe knatësi. Nështë ta që profesionin nëse e ke zgjedh me dëshirën tonë, është knatësi me bo. Gjithsesi është një profesion që kërkon sakrificë, në këtë rast për natyrën e profesionit që e ka, qofshin orët e vonat natës për punë, qofshin udhëtimet, të cilat mund të jenë një pas njëshme, është një sakrificë që gjithë këngëtarët e bëjnë. është një sakrificë, por që... Sidomos kështë e kësaj të qenerit nënë, në këtë rast... Për atë profesion që ti ke zgjedh, e bën me knatësi, është lodhja shumë e madhe, është që tha janë 2 fëmijë, pavarësisht që unë kam motrën, kam një shoqe, po familjar, po që thëmë drejten edhe është ajo mungesa se si të shkoj dikon me knu, thëmë o zët qysh e lash, dhe njerëz nështë amenojnë që na krejt letë shkojmë, knojmë dhe kthehemi, ose marrim pare dhe është në regull. Nuk kthehet koha, nëse ti i merë paret, po koha nuk kthehet mo. Dhe une po i shoh fëmin, Elizabeta i ka 16 vjetë, Kajli u rrit u bu 5 vjeq, 6 i ban, kështu që koha nuk kthehet mo, ato lojat e fëmive, momentet kur janë nisin me fol, me hec, ti bashkë në atë kohë nuk po mundesh me konë me ta, ajo është diçka që normal që e vunë mrena vetës, po që nuk kemi qare pa jetu. është një profesion që është zjedhë çdo punë ka sakrificën e vetë. Shumë e vërtet.